Tirana do të ketë një bypass të ri që parashikon ndërtimin e një rrugë me standarde autostrade duke lidhur zonën e Mulletit me Kasharin përmes një segmenti strategjik, i cili synon të lehtësojë ndjeshëm trafikun në kryeqytet dhe të shërbejë një nyje kyçe në korridorin ndërkombëtar Adriatiko-Jonian. Ky projekt i rëndësishëm infrastrukturor, i gjatë rreth 22 kilometra, është konceptuar si një zgjidhje afatgjatë për mbi ngarkesën e trafikut në qendër të Tiranës dhe si një portë hyrëse e re për automjetet që vijnë nga veriu dhe jugu i vendit, duke shmangur segmentet urbane më të ngarkuara. Bypassi i Tiranës do të ketë 2 korsi në secilin drejtim dhe korsinë e emergjencës, duke i përmbushur standardet e rrugëve të kategorisë së parë. Ai do të përfshijë të gjitha elementet moderne të sigurisë rrugore dhe pritet të përballojë një fluks prej 12.000 deri në 20.000 automjete në ditë, duke u kthyer në një arterie kyçe për lëvizjen e qytetarëve dhe mallrave. Kjo rrugë synon të lidh drejt për drejt superstradën Tiranë-Durrës dhe rrugën Tiranë-Elbasan, duke shmangur hyrjen në kryeqytet. Sipas projektimit, traseja do të ketë 2 korsi në secilin drejtim me gjerësi prej 10.5 metrash dhe do të lejojë shpejtësi deri në 120 km/h. Rruga do të kalojë në një terren fushor dhe kodrinor, duke përfshirë ndërhyrje të thella teknike, si ura të 2 fishta mbi lumin e Erzen, ndërtimin e një tuneli të ri në Rogozhin dhe vendosjen e 3 nyjeve kryqëzimi. Një nga ato është me rrugën ekzistuese Tiranë-Durrës-Plepa, ku parashikohet një nyje hyrëse dalse për zonat përreth. 2 të tjerat lidhen me autostradën Kashar-Rogozhin dhe autostradën Tiranë-Elbasan. Segmenti do të lidh Kasharin, Vajçarin dhe Mulletin, duke mundsuar një dalje të shpejtë dhe efikase nga Tirana në drejtim të Elbasanit, jugut dhe mëtej në rrjetin rajonal të autostradave të Ballkanit Perëndimor. Projekti është pjesë e rrjetit të korridorit blu, që lidh bregdetin Adriatik me Jonin dhe përmes Shqipërisë përshkon disa nga qendrat më të mëdha ekonomike të rajonit. Sipas të dhënave zyrtare, kostoja e ndërtimit të bypassit, pa përfshirë shpronësimet, llogaritet në rreth 4.9 milion euro për kilometër, ndërsa me shpronësimet kostoja mesatare rritet deri në 7 milion euro kilometri. Totali i projektit parashikohet të arrijë në rreth 146 milion euro, përfshirë të gjitha shpenzimet e ndërtimit dhe infrastrukturën mbështetëse. Financimi i projektit është mbështetur nga fondet e Bashkimit Evropian dhe donatorët e tjerë ndërkombëtar, përfshirë grante teknike për hartimin e dokumentacionit të detajuar dhe studimet e fizibilitetit. Një grant prej 1.4 milion eurosh është përdorur për përgatitjen e dizajnit teknik dhe dokumentacionit të tenderit. Qeveria shqiptare synon të përfitojë rreth 20% të vlerës së projektit në formë grantesh, ndërsa pjesa tjetër do të sigurohet përmes fondeve publike dhe instrumenteve të huas me interesa të ulta nga institucionet ndërkombëtare të zhvillimit. Edhe pse projekti është në një fazë të avancuar përgatitore, sfidat kryesore kanë të bëjnë me rritjen e kostove të ndërtimit, të ndikuara ndjeshëm nga pasojat ekonomike të pandemisë dhe krizës globale të energjisë. Kjo ka sjellë vonesa në nisjen e punimeve, ndërkohë që një pjesë e financimeve për segmentin Kashar-Vajçar, që është 7 kilometër, është përfshirë në buxhetin publik për periudhën 2025-2028 me një vlerë tenderi prej 73 milion eurosh. Megjithatë, autoritetet mbeten optimiste pas përfundimit të të gjitha procedurave financiare dhe atyre administrative. Synimi është që punimet të nisin gjatë vitit 2025 dhe të përfundojnë brenda të njëjtit vit ose në fillim të 2026-s. Ndërtimi i bypassit të Derit të Tiranës do të ketë një ndikim të madh jo vetëm në përmirësimin e trafikut dhe shkurtimin e kohës së udhëtimit, por edhe në zhvillimin ekonomik të zonave përreth, uljen e ndotjes dhe rritjen e sigurisë rrugore. Ai do të bëjë të mundur devijimin e fluksit të rënd të mjeteve nga qendra e qytetit, duke i hapur rrugën një modeli të ri zhvillimi urban dhe duke rritur ndërlidhjen rajonale. Kjo rrugë nuk është thjesht një zgjidhje për trafikun e Tiranës, por një investim strategjik në të ardhmen e infrastrukturës kombëtare dhe integrimit evropian të Shqipërisë.